Tani, masa sigurimit ka të kriteret e përgjithshme, vendosë kur ka disa kushte dhe kriteret për caktimin e saj. Për shkak rrezikshmërisë veprës, kështu që çmon gjykata, çmohet që duhet të rritë në burg, por masa sigurimit nuk ka vetëm rrezikshmërinë e veprës. Ka rrezikshmërinë e autorit, duhet marr parasysh rrethanat lehtësuese, rrethanat rënduese, përsëritjen e tjerë. Tani kryetari i bashkisë në Velie nuk është përsëritës. Dhe përsëritës kuptohet ai që është me dëshmi penaliteti. Jo që mund të hetosh, ti mund të hetosh për shumë vepra, por duhet të kemi parasysh kur ngrihet akuzë të shkosh në gjyq, atëherë të atribuohet një fakt. Për mendimin tim personal, Velia dhe shumë qytetarë shqiptar, që të mos mbetemi te Velia se duket si te zyrtarët. Jo, i kam më pas ata. Qytetarët shqiptar është me drejt, pavarësisht se kryeministri i Shqipërisë është nis nga motive të tjera që thot për arrestin burg, pavarësisht nuk e paragjykoj, në burgjet shqiptare është masakër. Kemë shumë të paraburgosur se të burgosur. Po, kam një të dhënë 60% është në Shqipërinë, në Europë ku 15%. Është e vërtetë, kur thot kryeministri i Shqipërisë, flas për qytetarët e thjeshtë, pavarësisht se doli sebebi për rastin e Ballugut, për mua nuk ka rëndësi. E rëndësishme është fakti që duhet ndryshu kushtet dhe kriteret, duhet ndryshu praktika për masat e sigurimit. Se jemi bërë shumë represiv për masat e sigurimit të arrest burg. Ne kemi për detyrë ta themi e ta rithemi, sepse qytetarët një pjesë shumë e madhe. Okej, po fakti që s'po ndodh, unë i shkoj më shumë skenarit të Redit që këtu po ndodh diçka që çfarë duhet pastruar. Nuk e di nëse e ke nuhati si ekspert i fushës, e ndjen këtë gjë? Problemi është i tillë. Edhe duke se je një nga ata që ti ke lexuar pothuajse të gjitha dosjet. Unë i kam lexuar dosjet. Janë dosje që janë kaq të forta apo janë dosje që të kapin diku dhe janë mjaftueshme? Problemi është sepse masa e sigurimit nuk është masë dënimi. Pra një zyrtar i lartë mund të hetohet në gjendje të lirë ose edhe qytetar, në fund fare po dënohesh, je i djegur. Sepse po u dënove për pastrim produkteve të veprës penale. Tani, kjo të kalojmë në tema këtu, të vërtojmë atë që thot prokurori. Po të vërtojmë se ndryshe do këtë lidhje logjike pastaj. Ajo punë. Tani, përsa i përket problemit të këtyre masave të sigurimit, ne nuk duhet i ngatrojmë, domethënë, masën e sigurimit me dënimin. Se ju thatë, ka i shpjegim që tani provat janë marë, hetimi mbaroj, edhe nuk ka rezikë, duke pse s'dalin. Nuk dalin se do vgojnë dënimin. Do me thënë. Jo, një sekundë, kur thua kështu atëri bie që t'jenë fajshëm, ku e diti që do vgojnë dënimin? Tjetër, për ata që ka dhenë masën e sigurimit, dhe kur shikon ai që sa është minimumi i dënimit, edhe është minimumi i dënimit 7 vjet burg, atëre ai nuk e nxjerr pasi mbaron hetimi, se thot minimumi i dënimit është 7 vjet burg, ai e çoi në gjyq, po e ka çuar në gjyq me akuzën që do dënohet minimumi 7 vjet burg. Edhe prandaja, ky atëherë është paragjykim avokat. Nxjerr sot. Jo, por është se paragjykim, ai ka ngritur akuzën për Jo, më dakord, po gjykata ku e di që ai do dënohet? Po ku e di gjykata që do dënohet? Po. Gjykata që ka dhënë masën e sigurisë, ku e di që ai nesër do dënohet? Se ne jemi vetëm në masën e sigurisë. Po ka prova se ne po themi tani që mbaroi hetimi, thoni juve, dhe mbasi mbaron hetimi, atëre çfarë duhet më? Po kur mbaron hetimi ka shkuar çështja në gjyq. Dhe kur çështja